Raportimet që vijnë nga Milano, ku prokurorët po hetojnë pretendimet se turistë të pasur paguanin për të vrarë civil për sport në rrugën e snajperëve në Sarajev gjatë luftës viteve 1990, janë tronditëse vetëm për të huajt. Ajo që po del tani në dritë është po aq makabre sa edhe e dhimbshme për bosnjakët. Hyrje e siguruar përmes ndërmjetësve, pagesa sipas shënjestrës, fëmijët që kushtonin më shumë për të vrarë. Kjo histori ishte raportuar dhe dokumentuar nga mediat lokale dhe rajonale që në vitin 1995 dhe më vonë në librin e shkrimtarit bosnjak Haris Imamović, Vedran and the Fireman, dhe në dokumentarin e Milan Zupanić, Sarajevo Safari 2022. Ajo që më shqetëson si një bosnjak, shkruan shkrimtari dhe gazetari Refik Hoxhić, nuk është vetëm të merri këtyre raportimeve, por kushtet që e bën të mundur këtë dhunë. Pas këtij turizmi makabër, qëndron një patologji më e thellë: dehumanizimi muslimanëve të Bosnjës në vitet e 90-ta, një proces që sot jehon në spektaklin modern të huajve që bashkohen me ushtrimin izraelite për të vrarë civil palestinez në Gaza pa asnjë pasojë. Dehumanizimi është procesi përmes cilit një popullsi zhvishet nga personhudi dhe shndrohet në mas, kërcënim, abstraksion dhe jo në jetë me dinjitet. Studiuesit e dhunës masive prej kohësh theksojnë se para shkatrimit fizik vjen shkatrimi simbolik, erozioni i empatisë, zhdukja e frerit moral. Kur një popullsi përjashtohet prej komunitetit moral të atyre që kanë rëndësi, vrasja bëhet e mundur, madje normale, apo edhe formë argëtimi. Në fillim të viteve të 90-ta, muslimanët e Bosnjës u dëbuan fillimisht politikisht dhe gjuhësisht nga humaniteti. Ato u quajtën kryesisht nga serbët, por edhe nga islamofobët e djathtë në perëndim. U quajtën turq, ekstremist, fundamentalist islamik, bartës të një projekti të huaj që duhej zhdukur. Në këtë boshllëk moral, ideja e turistëve snajper të huaj u bë e mundshme. Kur viktimat nuk ishin më njerëz në sytë e vrasësve, vuajtja e tyre u kthye në spektakël. Sot shohim një proces të ngjashëm në diskursin rreth palestinezëve. Në dekada të tëra gjuhë çnjerëzuese, e ngurtësuar pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023, i etiketuan palestinezët si terrorist, kafshë njerëzore, barbar, dhe kështu civilit u shndruan në shënjestra, e shënjestrat në abstraksione, shkruan Hoxhić. Kur komunitetet të tëra portretizohen si jo njerëzore, vdekjet e tyre nuk shihen si krizë morale, por si strategji. Vuajtja e tyre jo si tragjedi, por si domosdoshmëri. Masakra në Gaza përfshir vrasjen e 10 mijëra fëmijëve, nuk janë aksidente historike, por produkti një procesi të gjatë kushtëzimi ideologjik. Hetimi Milanos mbi turizmin snajperik nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën e Bosnjës, ai është paralajmërim për të tashmen tonë. Ka dëshmi të bollshme të shtetasve me 2 nënshtetësi që rekrutojnë si snajper izraelit dhe vrasin civil palestinez. Një hetimi i Guardian dhe mediave të tjera dokumentoi amerikan dhe europian që shërbenin në një njësi fantazmë snajperësh dhe mburreshin se kishin vrarë mbi 100 palestinez. Sipas New Arab, deri në 20.000 amerikan mendohet se kanë udhëtuar drejt Izraelit për të shërbyer si ushtar të vetmuar. Në Guardian, një komentues shkroi: përballemi me një realitet ku 10 mijëra amerikan janë aktivisht të përfshirë në krime lufte, ndërsa situata në Bosnjë dhe Gaza ndryshojnë. Të dyja varen nga i njëjti parakusht: dehumanizimi i viktimave. Në Sarajev, shënjestrat ishin civil musliman që kalonin rrugën. Në Gaza janë fëmijë, palestinez, gazetar, mjek. Në të dyja rastet, humaniteti i tyre fshihet paraprakisht, shkruan Hoxhić. Dehumanizimi e shndron vrasjen në aktivitet, mizorinë në pjesëmarrje. Ajo i lejon njerëzit të kalojnë nga spektator në autor krimesh. Kërkimet mbi shtetasit me 2 nënshtetësi që bashkohen me ushtrimin izraelite identifikojnë 3 motive kryesore: ideologjinë, mobilitetin dhe përkatësinë. Disa regjistrojnë nga bindja për të mbrojtur atë që e perceptojnë si adheun e tyre, të tjere bëjnë për arsye praktike të migrimit apo identitetit. Ajo që i lidh të gjithë është leja morale.
Vrasja në një tokë të huaj kërkon jo vetëm arsyetim politik, por edhe rindërtim të thellë psikologjik, bindjen se personi përballë pushkës është më pak njeri, më pak i denj për jetë. Për Bosnjë-Hercegovinën, hetimi Milanos është mundësi për të reflektuar jo vetëm mbi krimin individual, por edhe korozionin moral që e bëri të mundur një praktikë të tillë. Është kujtesë se llogaridhënia duhet të shkojë përtej gjykatave dhe arkivave, deri te toka ideologjike dhe kulturore, prej së cilës mbijnë mizoritë. Safari snajperik i supozuar nuk ishte anomali, ishte kulmi i viteve të propagandës që paraqiste popullsinë muslimane të Bosnjës si jo njerëzore. Për Palestinën, implikimet janë edhe më urgjente. Shkatrimi në vazhdim i Gazës bëhet i mundur nga një fushat çnjerëzuese e pandërprer, politike, digjitale dhe mediatike, që i bën palestinezët të padukshëm dhe të padenj për empati. Mbulesa mediatike perëndimore shpesh anonimizon vdekjet, i redukton familjet në numra dhe bombardimet në operacione, shkruan Hoxhić. Nëse ka një mësim nga safari snajperik të Sarajevës dhe snajperët të huaj në Gaza, është ky. Dehumanizimi nuk është thjesht një instrument ideologjik, është epidemi globale. Thyerja e këtij cikli kërkon më shumë se indinjat, kërkon përkushtim ndaj gjuhës, rrëfimit dhe drejtësisë. Duhet të përballemi me fjalët që fshin humanitetin. Sa herë politikanë dhe komentuesit përshkruajnë popullsi të tëra si kërcënime, infestime apo mburoja njerëzore, ata e afrojnë botën drejt krimeve të mëdha. Mediat duhet të rikuperojnë guximin për të humanizuar viktimat, për t'u dhënë emra, histori dhe fytyra, edhe kur kjo është politikisht e ndërlikuar. Dhe llogaridhënia duhet të shtrihet përtej fush betejës, jo vetëm ndaj atyre që tërheqin këmbëzën, por edhe ndaj atyre që shkruajnë rrëfimet që e bëjnë të mundur tërheqjen e saj. Sepse viktima e parë e çdo gjenocidi nuk është trupi, është humaniteti i viktimës, i vrarë në imagjinat shumë kohë para se të vritet në mish, shkruan gazetari bosnjak Refik Hoxhić.